Ka dalë tërësisht nga çështja si është themeluar aktakuzat, tashmë ka krejtësisht akuzat të tjera. Aktakuzat nga ngritja e aktakuzesh, akuzat gati të njëjta kanë qëndruar deri në fund, pra të njëjtit janë akuzuar me krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit, ku prokuroria i ngarkon kryesisht për krimet të cilat kanë ndodhur në më shumë se 40 qendra të ndalimit në Kosovë edhe disa në veri të Shqipërisë. Pra në rast se keni fjalën për raportin e Dikmartit dhe raportin e Këshillit e Evropës, atëherë sigurisht që ka pas edhe akuzat të trafikimit me organet njerëzore, gjë që të cilat pas krijimit të task force-s dhe pas hetimeve të kryera nga prokurori special, nuk kanë arritur që të dëshmojnë që pjesëtarët e UÇK-s kanë kryer kësi lloj krimesh me të cilat janë ngarkuar apo ka pas dyshime edhe në raportin e Dikmartit. Pra akuzat me të cilat të njëjtit janë akuzuar janë krimet e luftës dhe janë krimet kundër njerëzimit. Po, dhe a mund të thuhet, Zotri Alia, se gjykata speciale po arrin të vendosë mund të them një rend, kështu, një drejtësi